Më nga besën deri dorë me sakrifica Fama ka pasoja, o ishti begenisa Mos e kera ta sepse jeta është, e dim që jeta është me plot paprikna, jeta është sfilica dhe një mundu një farë mënyrë me dhanë këshilla pozitive. Grimca unë, kështu fati e do këtë punë. Një grimsti, një grimca unë, kështu fati e do këtë punë. Kthehem rotull nga një herë, qka këta njerët shikojnë qërë. I poezis pe figurave metrike, totalisht, dhe me thonë, ai demoni brendshëm që mundon. Dhe me thonë, podrimja del sheshazi, me mesazh qartë, ta sjell fjalën letër, jo më fsheh shumë ka njerë mas figurave letrare. Edhe përmes një poezie, tine, dhe me thonë, ta spjegon gjendjen e popullit. Miq Kosovër gjakojmë që nuk falen, a vritën plumbat bre. Do më thonë, sari lexoj emocionona shumë sepse janë vagje që më prekin shpirtin. Janë vagje që më thellojnë në botën e mendimit. O shkrenari me pas poet till, edhe nuk duhet asnjëherë Kështu fati e do këtë punë. Një grimsti, një grimca unë, kështu fati e do këtë punë. Kthehem rotull nga një herë, qka këta njerët shikojnë qërë. Gjarjes nga kam masat nga, por kemi fatin ta kemi edhe ne në Gjakovë organizuar çdo vit, po dalim në famë e të mërë. Jo ata të cilët për që të do shtatë, janë heshtur, atë të pjesët muzikë të bëjnë pjesë që të jetë shumë në shtatë në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, që ka të qoftë, ajo që të ka sërduar, të jetë ma faqarë. Tash për shembull, rrjetet sociale fatkeqësisht originaliteti shpeshherë po zbehet edhe po jetë jashta. Për me kriju poezit mirëfillte edhe art të mirëfillt nuk është edhe e lehtë. Do me thonë, duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit. Edhe tash ju ka ofru mundësia gjithë secilit, mirë po vlera herë do kur mbetet. Vlera sepse pseudo vlerat po dalin shpeshherë në pas, si në letërsi, si në muzikë, si ashtu, amo mendoj që arti i mirëfillt, arti i arrir, herë do kur dhe ta zëvendin e meritua. A keni provuar shkrimet e juaja t'ja servoni ndonjë kritiku letrar për të marrë ndoshta edhe mendimin e tij në aspektin e letërsisë? Po, patjetër. Se sa keni përmbushur ato parimet e letërsisë? Patjetër, gjithsesi unë edhe pse kam një përvojë tash 13 vjeçare me letërsinë, gjithmonë i them kritikut letrar, nëse libri nuk është i cilësisë duhet, ose nëse libri i tetë nuk është më i mirë se libri para prak mos ma voto. Edhe gjithmonë e kam si shpërhi, si me thonë, e kam recenzentin, e kam lekturin, e kam kritikun letrar, edhe jam shumë vetë kritik.